Përshëndetje nga një tjetër vlog. Unë jam Bona dhe ky është kanali në YouTube-it. Ju uroj gjithëve mirë se erdhët. Përpara se të filloj me videon, do ju ftoj që të bëni një subscribe, like, share, çfarë do dëshironi ju. Sot është ditë e premte, edhe si rrallë herë të premteve që ri në shtëpi me fëmijët, sot Aleksi është pushim, kështu që kemi vendosur që të dalim edhe të ham në darkë jashtë. E pastaj nuk e di, sepse dita është rritur, ka shumë e diell sot, është goxha ngrohtë, edhe mbase shkojmë për të ngrënë në një akullore ose thjesht të shpijmë për fëmijët në park, nuk e di, do bëjmë diçka domethënë. Po që po, sot unë isha në punë, s'ka shumë gjëra domethënë, edhe kështu. Juve si keni qenë, si ka qenë java juaj, si është fundjava juaj, sepse normalisht ky vlog do të postohet të mërkurë, sot është vetëm e premte, domethënë javës tjetër, edhe do doja që të flisnim dhe të më shkruani në komente dhe të bëjmë bashkë bisedime së bashku nëpërmjet komenteve. Marr me vete dhe le të bëjmë gjëra të bukura bashkë. Para se vi Aleksi dhe dalim për jashtë, doja që të tregoja pak veshjen time sepse është shumë cute. Kam veshur këtë fund pantalloni, nuk e di se sa e shikoni, sepse nuk është se jam shumë i gjatë. Këtë bluzën e shkurtër që e kam marrë në Target, më duket, kam marrë 3 copë të tilla, por që ju që më nishni prej kohësh e dini. Këtë çantën është shumë e thjeshtë, nuk është në një firmë fushëti, thjesht e kam marrë në Walmart, por që është shumë praktike edhe shumë e lehtë për të përdorur. Dhe poshtë kam veshur sandale ngjyrë kafe në mënyrë që ta kombinoj me çantën. Edhe kështu, le të ikim tani. Todo mal, vamos lá. Want some water? Yeah. Okay, let's tell Daddy about it. No, you want water. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Unë siç e shikoni jam akoma me pijama, por që më duhet të ndrohem tani. Make-upin e kam bërë ama, shumë pak, shumë thjesht, por që e bëra. Edhe duhet që të vishem sepse do dalim duke qenë se rrezit e shtunë. Koha nuk është se na premton shumë, domethënë për të bërë gjëra të bukura sepse ka shumë re edhe besoj që do bie edhe shi pak më vonë, por që nuk do na ndalojë neve që të dalim jashtë dhe të kënaqemi, të marrim një kafe. Pastaj sigurisht që sot duhet bëjmë edhe shpenzimet e javës, ca pijama për tani për stinën pranverë për fëmijët, ca këpucë, atlete më saktë, edhe nuk e di nëse do ju marr sandale apo do ju marr Crocs, sepse kam vënë re që Angelos në njëri bëhen këmbët me kallo. Nuk e di, e ka nga që i mban gjatë gjithë kohës këmbët në këpucë, kur veten në çerdhe, sepse këtu këta kanë një rregull që mua në fillim fare më është dukur rregulli më i pa kuptim, domethënë kur
kur e marra vesh që fëmijët flen, kur punoja vetë domethënë në daycare, edhe shikoja që fëmijët flinin me këpucë. E thoja, pse ndodh kjo? Pse duhet flen fëmijët me këpucë? Çfarë po ndodh kështu domethënë? Por që më vonë e kuptova që kjo është për sigurinë e fëmijëve, për sigurinë e të gjithëve domethënë, sepse në rast e rrezikshëm, për shembull zjarri ose në çdo lloj rasti kështu emergjent, larg qoftë, është shumë më e thjeshtë që edhe sikur fëmijët janë në gjumë, thjesht i marrësh edhe të dalësh edhe të dalësh për jashtë, domethënë edhe këpucët i kanë në këmbë. Po që nuk e di, nga që ai mban gjatë gjithë kohës këmbën në këpucë, mendoj që po të veshi Crocs do jetë pak më thjesht, sepse ato janë të hapura, kanë ato, e keni parasysh se janë Crocs me ato vrimat të hapura nga poshtë edhe janë si punë shapkash dhe ja eroset këmbën më shumë se sa kur vesh atlete, domethënë edhe ka këmbën gjatë gjithë kohës në këpucë. Por që do shikojmë. Nuk e di. Gjithsesi, tani le të vishemi bashk, nuk e di do bëjnë një veshje kështu të thjeshtë, sepse ti ishte goxha nxehtë, dhe e pat domethënë se si isha veshur kur dolëm jashtë, po që mbas dite u freskua goxha pasi nuk e di, nga që sot është koha kështu me re edhe do bjerë shi edhe u freskua goxha, kështu që do vesh besoj një pantallona gjata në një bluzë më të shkurtër, po që le ti kombinojmë. Këto pantallona që janë kështu bëjnë të gjëra nga fundi. Tash nuk e di se si do marrin këto mua sepse që nga goxha të dukshme, nuk i burare domethënë që janë kaq të dukshme. Po që po mendoj të vesh këto njëherë të shkojmë se si do rinë, domethënë ja se si duken nga poshtë, bashkë me këtë bluzën e zezë që është kështu crop top. E dini ju ja kam treguar këtë. Ja se si duken këto, tani nuk ja u tregoj dot domethënë tamam veshin. Po që këto po janë pak të si shumë të gjata nga fundi. Edhe kjo bluza si pak shumë e shkurtër këtu. Po që e mbulon ky preri gjatë i pantallonave. Edhe kjo besoj do jetë veshja për sot. Nëse nuk ndroj mendje sërish, po që po. Më pëlqen që kanë xhepat anash sepse i bën shumë praktike edhe po. Kështu. Besoj që kjo do jetë veshja për sot. Tani le të vendosim pak pusukuj se më ka ikur edhe pak parfum. Të marrim edhe çantën. Dhe ja, kjo është veshja për sot. Si ju duket? Më lini komentet tuaja. Sa po dolëm, kemi ndaluar këtu në një gas station edhe u mora me shumë gjëra në shtëpi në fakt. Burat e lavatrice, lavacimendot, rregullova krevatin, rregullova sa rroba për fëmijët, shumë gjëra domethënë të rrethot shtëpisë. Edhe ndjej që kjo dita ka qenë goxha produktive sot. Hëngrëm edhe drek brengjell me patate dhe tham që hajde të dalim se ngelëm fundjavave duke ngrënë jashtë edhe do të kursejmë. Kështu. Që tani jemi në gas station, siç e thash, po mbushim makinën edhe pastaj do shkojmë në supermarket që të marrim gjërat që na duhen për javën edhe ato gjërat të tjera që u thash. Dhe po, do ju marr me vete. Sa pa erdhëm nga Walmarti, mos të vini një herë muaj këtu sepse I kam hapur gjitha rrobat në mënyrë që t'i palos, po që ikëm në dyqan dhe ngelen aty. Gjithsesi, tani do ju tregoj disa nga gjërat që morëm. Morëm këtë. I need water. Nuk ka ujë mama. Shko merr një tjetër ande. Morëm këtë mouthwash për mua dhe për Alexin, ujin micelar, zakonisht merrja atë të Garnier, por ai ishte, nuk e di pse ishte për goxha e shtrenjtë, ishte diku tek $12, kurse këtë e mora vetëm për $5. Edhe besoj që është e njëjta gjë përveç se faktit që ndryshon emri I firmës. Po që do e provoj dhe do t'ju them dhe ju, nëse është e mirë ose jo. Mora këtë Magic Roots, sepse unë si që shikoni tani, nesër kam takimin për flokët, po që më dalin thinjët shumë shpejt. Do më thënë I lyej unë, në gati në një muaj më dalin thinjët, kështu që më duhet kjo pa tjetër, edhe zakonisht marrë këtë dark brown, po ka dhe në ngjyra të tjera.
Edhe kjo është shumë e mirë, edhe gjë e vetme gjë që nuk më pëlqen është që për shembull bëj diçka kështu te koka edhe e nxjerr disi atë bojën. Po që për momentin domethënë ti mbulon thinjët edhe është goxha e mirë. Mora këto. I mbani mend ato snacks. Thing is charged. Okej, mama leri atje. It's in the. Shko shpiri atje ku ishin. It's not. Okej, shko shpiri atje ku ishin. I'm gonna bring these. I mbani mend këto që merrnim në Shqipëri që ishin kështu me biskot nga poshtë dhe sipër është kjo me marshmallow, edhe me ato cimkat e kështu me çokoladë ose me strawberry sipër, më kujtojnë shumë ato edhe gjithmonë që shkoj në Walmart i marr këto sepse më sillin shumë kujtime. Po që edhe janë shumë të shishme. Morëm ca çorape për fëmijët. Më pëlqejnë këto që janë me këto copkat poshtë kështu sepse nuk i lejojnë fëmijët që të rrshqasin. Ju morëm pijama të dyve kështu me Minecraft. Alesis ja morëm për 7 vjeç, vini kështu me pantallonka, kishte lloj-lloj në fakt. Edhe Angelos po të njëjta domethënë. Morëm këtë polinos për dhëmbët, për fëmijët. Dhe gjithashtu mora dhe këto thonjt për veten time. Me thënë të vërtetën, kam një 3 muaj që i përdor këtë lloj firme, mund ta gjeni edhe në Target nëse dëshironi dhe janë vërtet shumë të mira. Mbajnë mbi 3 javë pa rënë fare domethënë. Edhe në momentin që mund të bjerë një, thjesht e heq atë, vendos tjetrin edhe mbajnë. Unë nuk gati i mbaj për 1 muaj, por që është shumë e mirë. Kështu, besoj që këtu do e mbyll kamerën për sot. Edhe patyshim sërish nesër. Mëngjes nga një tjetër ditë, harrova fare që sot do e hap një vlogun edhe po bëja reels për në Instagram në fakt. Po që po tani u kujtova edhe hapa kamerën. Jam duke ikur që të bëj vlogët, t'i lyej sepse më janë bërë skandal fare. Edhe ndërkohë që unë jam 10 minuta larg që aty, por që takimin e kam në orën 10 edhe ora është 9:58, domethënë unë kam vetëm 2 minuta për të shkuar aty. Por që gjithsesi besoj që doja dal, sepse ajo zakonisht edhe kur shkoj në orar, domethënë ka njerëz të tjerë aty që më vonon pak, domethënë 5 minuta, 10 minuta, kështu që po. Këtë jemi duke bërë sot, pastaj më vonë nuk e di, mbasi do dalim me Aleksin dhe me fëmijët, sepse dhe ai është pushim, u kënaqem domethënë këtë javë 3 ditë pushim me Aleksin. Kemi dalë, kemi bërë gjëra të bukura, edhe po. Kështu, tani do iki aty, do ju marrë dhe juve me vete dhe ja konverruam punë edhe me vlogët. Më mori një 2 orë të mira sepse kishte një tjetër përpara meje, po që mi bëri shumë bukur edhe më pëlqejnë këtë me onde kështu. Nuk mi bëri thjesht drejt. Si ju duke, mi pëlqejnë. Apo erdha në shtëpi dhe doja të tregoja pak veshjen për sot, sepse në mëngjes nuk pata kohë që të filmoja dhe t'ja u tregoja, por që kam veshur këtij lekun që e kam marrë në Macy's, më duket e kam marrë me ulje kur ishte dimër, edhe më pëlqen shumë copa, sepse i kam fix, më bëhet komplet me ato pantallonat cargo që kanë të zeza. Edhe copa është tamam njësoj, por që mund ta vesh edhe me jeans, mund ta vesh me funde, mund ta kombinosh me shumë lloj gjërash, por që me të vërtetë më pëlqen shumë. Kam veshur edhe këto jeanset nga Kylie Jenner. Këtë ripin, që është shumë i thjeshtë dhe kombinon me një lekun dhe ja me flok të bëra, me thonjë të bëra. Kemi nevojë në femrat ndonjëherë që edhe të shpenzojmë pak lek për veten tonë. Jo shumë, siç e thash edhe më përpara, domethënë. Po. Po që po. Kemi nevojë që të shpenzojmë pak lek. Nuk kam vënë vëdhka sot, edhe mua kur nuk ve vëdhka më duket sikur, nuk e di, mungon diçka tek veshja ime. Edhe nuk e kam shikoni pak këtë. Jam e fiksuar me këtë varsen. Edhe më pyeti një ditë njëra tek puna se çfarë kuptimi ka kjo shenja, është shqiponja, domethënë. Dhe i thash, nëse shikon ndonjëherë ndonjë qoftë vajzë apo djalë që ka të veshur këtë, atëherë do e kuptosh i thash që është shqiptare, sepse ky është simboli i flamurit ton. Apo thoshte, oh, great. No, I know. Hey, ja ku jemi sërish. Unë thjesht e hapa kamerën sepse doja që këtu ta mbyllja vlogun edhe të thoja shumë faleminderit që më keni ndjekur. Nëse keni ardhur në fund të kësaj video, bëni një subscribe, like, share, comment çfarë dëshironi ju.
Dhe pashtu shihemi në videon e radhës. Bye! Përshëndes!